Sot Shqipëria përkujton ditën kombëtare të rinisë, nga datat më të rëndësishme të historisë së vendit, që shënon 35 vjet nga fillimi i lëvizjes studentore të vitit 1990, protestat paqësore që i dhan fund regjimit komunist dhe hapën rrugën drejt demokracisë. Me 8 dhjetor 1990, një grup studentësh dhe pedagogësh të Universitetit të Tiranës ndërmorën veprimin vendimtar, duke u bërë protagonistë të protestave që ndryshuan historinë e Shqipërisë. Ata marshuan nga qyteti Studenti drejt qendrës së Tiranës, duke mbledhur në radhë të tyre qytetarë të shumtë dhe me thirrjen simbolike "E duam Shqipërinë si gjithë Europa", kërkuan pluralizëm politik, integrim evropian dhe vendosjen e parimeve perëndimore të shtetit të së drejtës. Protestat vazhduan deri më 11 dhjetor, kur në një takim me Ramiz Alinu konfirmua zyrtarisht pluralizmi politik, duke hapur rrugën për themelimin e Partisë Demokratike dhe instalimin e sistemit demokratik në vend. Lëvizja studentore e dhjetorit 90 mbetet e vetmja lëvizje paqësore që ndryshoi rrënjësisht historinë e Shqipërisë. Sot kjo datë përkujtohet si festë kombëtare që prej vitit 2009, me vendim të Kuvendit të Shqipërisë, në nderim të guximit, sakrificës dhe vendosmërisë së studentëve dhe gjithë rinisë shqiptare, e cila u bë zëri kryesor i ndryshimit historik. Dita kombëtare e rinisë mbetet një moment reflektimi mbi rolin vendimtar të rinisë në ndërtimin e një Shqipërie të lirë dhe europiane. Në 35 vjetorin e lëvizjes studentore të dhjetorit 90, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka kujtuar sakrificën dhe guximin e të rinjve që i hapën rrugën Shqipërisë drejt demokracisë dhe integrimit europian. Edhe ministra për Europën dhe Punë të Jashtme Elisa Spiropali dha një mesazh duke u shprehur se 8 dhjetori dita kombëtare e rinisë simbolizon pasionin e vajzave e djemve shqiptar si faktor thelbësor ndryshimi për ta kthyer Shqipërinë në familjen e saj natyrale. Ky përvjetori kujton rolin historik të studentëve në rrezimin e regjimit të mbyllur dhe hapjen e Shqipërisë ndaj botës, duke vënë themelët e një shoqërie demokratike dhe pjesëmarrëse në rrugtimin europian.